Ndërkohë edhe përkundër vendimit për mbylljen e Fakultetit të Shkencave të Zbatuara, Universiteti i Tetovës, në afatet e pranimit të studentëve të ri ka vendosur edhe këtë drejtim. Me këtë vazhdon të ketë shumë paqartësi për fatin e rreth 700 studentëve të Fakultetit të Shkencave të Zbatuara të Universitetit të Tetovës, pas vendimit për mbyllje të këtij drejtimi. 2 muaj pasi qeveria mori vendimin për mbylljen e fakulteteve, gjykata kushtetuese nuk e ka futur në rënd ditë nismën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së shuarjes së këtyre drejtimeve. Gjykata kushtetuese nuk ka vendim tjetër, pos që të kthejë të drejtën e funksionimit të Fakultetit të Shkencave të Zbatuara në Universitetin e Tetovës. Kjo do të ishte zgjidhja më e drejtë, sidomos kur për momentin Universiteti Nën Tereza as si jep shenja se mund të fillojë me një funksionim të mbar, si në kuptimin infrastrukturor, aq më tepër në kuptim të personelit akademik, i cili paraqet një deficit për momentin, thonë profesorët. Gjykata kushtetuese akoma nuk e ka shqyrtuar nismën e ngritur nga disa profesorë për kushtetueshmërinë e vendimit për shkputjen e disa programeve studimore nga Universiteti i Tetovës. Grupi i profesorëve Milain Fejziu, Abdullah Aliu dhe Arsim Sinani në mars dorëzuan në gjykatën kushtetuese kërkesën për shqyrtimin e kushtetueshmërisë së vendimit të parlamentit për mbylljen e 7 programeve studimore në Universitetin e Tetovës dhe hapjen e tyre në Universitetin e Ri Nën Tereza në Shkup. Sipas profesorëve në fjalë, vendimi marrë pa pëlqimin e Senatit të Universitetit të Tetovës është antikushtetues dhe si i tillë duhet të hidhet poshtë. Lënda akoma nuk është analizuar dhe nuk pritet të jetë në rendite për një periudhë të pacaktuar, njoftoi nga gjykata kushtetuese.